Vllaznia do të përballet këtë diel në stadiumin Loro Boriçi me skuadrën e Flamurtarit në sfidën e vlefshme për javën e fundit të kampionatit të rregullt të Abisnet Superiore, një ndeshje me shumë rëndësi për kuqeblut, të cilët synojnë ta mbyllin me rezultat pozitiv këtë fazë të sezonit para nisjes së Final Four. Analisti sportiv Fatmir Luxhi shpreh se skuadra shkodrane po kalon një moment delikat në aspektin psikologjik, gjë që sipas tij po ndikon edhe në paraqitjet në fushën e lojës. Unë mendoj që lojtarët nuk japin fushë. Unë mendoj se shumë lojtarë nuk e gëzojnë dhe nuk e përkrajnë dhe nuk e përmbushin fanelin e Vllaznisë. Kjo tregon që Vllaznia duhet bëjë një rotacion. Shpresoj që dalin kampion, po shpresoj pastaj që të bëhet edhe një revolucion në formë dhe përmbajtje, në staf teknik, pse jo edhe në kontingjentin e lojtarëve. Megjithatë, ai thekson se optimizmi për fitimin e titullit kampion vjen të ekzistojë, pasi sipas tij Vllaznia ka ende potencialin dhe cilësinë për të reaguar në momentin më vendimtar të sezonit. Unë kam shumë besim që dalim kampion, unë kam shumë shpresë që dalim kampion, jo vetëm unë, po gjithë sportdarët shkodran, kudo që janë, edhe në Shqipëri edhe në botë, por janë ato që losin fushë, është stafi teknik që përmbush kërkesat e sportdarëve. Shpresoj shumë, po me këtë gjendje deri tani kam edhe enigmat e mia. Java e 36 shënon përfundimin e kampionatit të rregullt, ndërsa më pas ekipet do të përqendrohen te faza Final Four, e cila do të vendosë edhe skuadrën kampione të këtij sezoni në Abisnet Superiore.